Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mirë vëllezëni, për ata që kanë qenë të rregullt të dinë që kemi përfundu disa në kapitu që kanë pas të bëj me guslin, abdesin, rreth obligimeve, suneteve, e kështu me radhë dhe gjërave që lidhen me to. Dhe tash autori po fillon me një nën kapitull tjetër të kapitulli i pastërtisë, e që ka të bëj tash me papastërtitë edhe mënyra pastrimit të tyre. Kemi papastërti abstrakte dhe papastërti konkrete, që do të thotë ajo abstrakte ka qenë ajo që e ka lënë Allah subhanahu wa taala, që për shembull pa abdest ti nuk mundesh me u fal. Ti realisht nuk do të thotë që je i papastër, mirë po është një papastërti abstrakte ta quajmë kështu, që ti nuk mundesh ndryshe vetë se duke marrë abdest, ose nëse je për shembull gjunub, nuk do të thotë që je i papastër si person ose i papastër diçka kështu që shihet papastërti konkrete, mirë po themi abstrakte, që ti dosh me u liru prej saj, me u pastru që pastaj ti me pas mundësi me fal namazën dhe adhurimet tjera. Andaj kemi përfundu rreth kapitull që kanë lidhje me atë papastërtinë abstrakte, dhe tash kemi me fol rreth papastërtisë konkrete, se cilat janë llojet edhe si duhet me bëu pastrimi i tyre. Mirë. Vazhdojmë me fjalën e autorit, si zakonisht, spari, dhe autori thot: Allah mshiroft tathuru ardhun wa ajrinatu hammamin wa nahwuha bi izalati ayni an-najasati wa athariha bil ma. Mirë. Kjo frazë po thot autori pastrohet toka wa ajrinatu hammamin, është për qëllim një si post ku kanë marrë abdes, që ka qenë si lloj bunori me thonë. Wa nahwuha edhe gjanat e ngjashme me to. Gjanat e ngjashme me to mundet me hy për shembull ai muri që e rrethakon ato, ose gurt, po këtu hynë edhe dyshemeja për shembull, ose toka, qoftë mbanjët tona kështu me radhë. Është për qëllim diçka që ka të bëjë me tokën edhe e ngjashme me to. Bi izalati ayni an-najasa, pastrohet duke largu ayni an-najasa, është për qëllim substancën e papastërtisë, vetë papastërtinë. Vetë papastërtinë. Wa athariha bil ma, edhe po thot gjurmët e saj me ujë. Gjurmët e saj me ujë. Tash për disa po fillon kjo, pastaj po thot autori: baulu ghulamin lam ya'kul ta'aman bi shahwa wa qay'uhu bi ghamri. Edhe urina e djaloshit ose foshnjës që është mashkull, që nuk han ushqim, nuk ka shije, ose nuk kërkon ushqim. Jo nëse ai ka marrë diçka ka hangër, po thot nëse ai vetë nuk i ka ardhur ende ajo ndjenja që me hangër ushqime tjera përveç qumshtit, thot urina e tina edhe e vjellura e tina me stërpikjet e ujit. Mirë, tash kjo lën me kuptu që pas ka llojet papastërtisë që po duka me u fol rreth tyne edhe nuk qenë ka e njëjta dispozit. Kjo me stërpik me ujë, po mjaftoi ka mja gju pak ujë, edhe toka po duka me u pastru, me largu, tamam atë papastërtinë edhe gjurmët e saj. Mirë. Sa i përket kësaj të toka, argumentohen me hadithin e njohur, që është me ai beduini i cili vjen në xhami në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe urinon. Dhe çka ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka marr ujë, ka kërku ujë edhe ja ka gjuar kokën edhe ka pastru tokën me ujë. Andaj autori këto po thot bil ma, me ujë. Që do thot, kja sipas mëdhëbit, këto po thot pa tjetër do të me kanë me ujë. Dhe ju me pastru ndryshe. Ju me forma tjera me pastru. Jena të fol për papastërtinë që ka të bëjë me tokë, me dyshemeje ose muri.
Pa tjetër thot, duhet me pastru me ujë. Mirë po, duke u bazuar edhe në ajetin gjithashtu, wa yunazzila alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, që Allah thot, ju kemi zbrit juve ujin prej qiellit që me u pastru, do të pastër dhe me u pastru me to. Edhe hadithin domthon që e përmenum më herët rreth saj. Pastaj është një hadith tjetër ku hadithi i Esmes që ka qenë domthon në nale mikrofona. Të mikrofona ti lutem, keni kujdes. Që ka qenë domthon me menstruacione, edhe gjoku i menstruacionit domthon e ka prek, domthon pak gjak e ka prek rrobën e saj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma. Me gërry domthon atë papastërtin, edhe me pastru me ujë, edhe me gishta domthon se mund masi e ka larguar substancën kryesore, edhe me ujë duke e fërku, thumma taghsiluhu bil ma, edhe me pastru me ujë. Domthon ta thonë që duke u bazuar këta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend prap ujin. Edhe pse ka thonë me gry, për shembull, me largu papastërtin prap, ka thonë me pastru me ujë. Mirë po është një mendim tjetër që e ka zgjedhur Sheikhul Islami Ibn Taymija, Allahu më mëshiroft, që thot se largohet me çdo gjë që e pastron atë, dhe nuk kurzohet vetëm uji. Kjo është mendimi i mëdhëbit Hanefi. Thot argument për këtë çështje janë ato që kemi përmend tek pastërtia nga nevojat fiziologjike. Domthon, çka kemi thonë, atje janë ardhur argumente që ti bën me u pastru për shembull edhe me palloma për shembull, ose facoleta. Ose pastërtia nëse nuk ka as kështu, do mu pastru me diçka tjetër të pasur, për shembull me gur. Atë çto argumente aludojnë që pa pastërtia, po mu i ka mu largu edhe me çështje tjera, nuk po kurrëzoj, ka vetëm uji patjetër. Dhe duke pas parasysh në këto argumente thonë, atëherë themi që lejohet me u largu pa pastërtia ndaj tokës edhe me gjëra tjera. Për shembull, nëse ka rënë tokë ato ku do mu fal, mund në vesh me gry ose me heq qatë pjesën kështu me dhej ose diçka, me gry edhe me heq, edhe nuk ka nevojë me i gju ujë, patjetër siç po thot mëdhëbi. Edhe kjo është inshallah mendimi më i saktë. Domthon, ky si thot Sheikhul Islami, edhe sipas mëdhëbit Hanefi. Për shkak se edhe nëse themi me atë argumentin tjetër që e kanë përdor kur ka ardhur beduini, që ka urinu edhe e ka pastru me ujë, e ka qenë diçka forma më e shpejt në atë moment që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mujt me pastru vendin. Në vend se me thonë për shembull me marrë me bë pastrime tjera, ose mirë po pastërtia më e shpejtë edhe më e mirë është me ujë, andaj edhe ka bë. Mirë po kjo nuk do të thotë që vetëm që ç'do duhet, edhe ndryshe nuk ka. Sidomos në kohët sotit që kemi dhënë forma të pastrimit të ndryshme me gjana kimikale ose diçka që ndoshta edhe nuk është ujë hiç ajo, ose me ovull ose diçka të tillë që nuk është tamam ujë që me thonë me gjuhë. Mirë po prap themi që ai vendi pastrohet, edhe kështu inshallah është mendimi më i saktë në këtë meselë. Mirë. Pastaj autori përmendi çështjen tjetër ku tha urina e djaloshit ose foshnjës që është mashkull që nuk ka hëngur ushqim. Që do thot paskum një lloj papastërtie tjetër. Paskum një lloj papastërtie tjetër. Na tash po i përmendëm edhe llojet e papastërtisë sipas gjendjes. Kjo që e përmeni autori, do të thotë është një papastërti e lehtë. Pse? Se po thotë vetëm duke stërpi, duke ja gjuar pak ujë edhe mjafton. Do thonë konsiderohet papastërti e lehtë. Kjo që u përmend tash. Pastaj kemi edhe papastërti të rëndë që kemë përmend pak më vonë, edhe papastërtitë e zakonshme që dallon kjo mënyra e largimit të saj. Mirë. Kjo duke urina e foshnjës, domethënë që është mashkull, edhe vjellora e tij është argument për cilën e kam përmend duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
Ose hadithi Aishës është ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot utiya bi sabiyin fa bala ala thawbihi fa da'a bi ma'in fa atba'ahu iyah. Pastaj në tek Muslimi thot fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu. Don thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur një fëmijë edhe e ka marrë edhe ka ul. Don në prerin e tij, thot ka urinu në rrobën e tij. Ky fëmia, do moshku. Se është për qëllim një fëmijë që ka qenë. Pastaj thot çka ka thon, çka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka kërku ujë edhe e ka stërpik. Walam yaghsilu, dhe nuk e ka pastru, do nuk e ka fërku. Pastaj është hadithi tjetër që është e Ummu Qaisit ku tregohet që ka ardhur domon me fëmin, djalin e saj të vogël, edhe edhe është përmend hadith lam yakulu ta'am, do që ende s'ka filluar me hongër ushqime tjera përveç qumshit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ul në prerë dhe ai domon ka urinu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domon e ka stërpik me ujë vendin ku ka urinu. Kjo është mendimi domon i Hanbelive edhe i Shafive, që s'përkatet me ujë. Mirë po është mendimi tjetër, domon që gjendet tek mëdhëbi Hanefit edhe Malikit ku nuk e bajnë dallimin mes të rriturit edhe të fëmisë ose foshnjës. Thonë për shkak se i kemi hadithe tjera që janë të përgjithshme. Për shembull hadithi që që e përmendu më herët, hadithi i atij cili ka urinu në xhami, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pastru me ujë. Pastaj është hadithi tjetër thonë që hadithi i njohur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë dy varrave dhe ka përmend që njëri prej tyre është duke u dënuar për shkak se nuk ka qenë i kujdesshëm në urinim. Edhe thonë këto hadithe janë të përgjithshme, për shembull si ky hadithi që përmendëm tash, edhe nuk po thotë se është është për qëllim i rritur urina, që nuk është rrupe i saj, është për qëllim urina e foshnjës apo kështu më radhë, është e përgjithshme dhe nuk është specifiku. Mirë po sa i përket kësaj mënyre të argumentimit, themi sikur argumente tjera nuk e kundërshton asgjë që me pas diçka të përgjithshme disa argumente, pastaj me ardhur argumente tjera që e veçojnë një mesele caktuar siç do edhe me mesele tjera. Andaj themi që në këtë rast nëse është urina e foshnjës e cila nuk ka hongër, domthonë nuk ka ushqim ende, nuk ka ndjenja të ushqimit që e kërkon vet, jo me mendu, domthonë bukfalesh nganjëherë që shmunët me u marr tek njerëzit që nëse ka hongër tash diçka ka shtin gojë, thjesht kështu, edhe tash me thonë ndryshojnë gjendja. Mirë po është për qëllim që fillon me hongër tamam ushqim edhe ka shija ai për atë ushqim. Edhe themi se s'përkatet me ujë. Tash ky dallimi pse dhon që një hadith tjetër që e ka pastru urinën nëse ka urinu një vajzë dhe nuk e ka pastru nëse ka urinu një foshnjë ose që është djalë. Janë mundu dhon dietarët me gjetë disa dobi ose urtësi, disa e kanë lidhë domethënë që aja mënyra urinimit të moshkujt domethënë është e shpërndarme për dallim nga mënyra se si urinohet domethënë vajza, edhe prandaj që është e shpërndarme, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse e ka përdorur veç thjesht me u stërpik, që ka mundësi domethënë ka prejkë edhe në vende të tjera kështu me radhë. Disa kanë thonë urina domethënë foshnjës që është djalë është më e lehtë se sa urinimi domethënë i vajzës. Allahu alem sa saksohet kjo edhe nga ana mjekësisë. Mirë po prapë ne i themi që ajo që ka ardhur në tekst për neve është e rëndësishme domethënë edhe nganjëherë edhe nëse urtësia na mshefet. Ka mundësi disa urtësi fshefen mund me dal pak më vonë, për shembull sikur që është urtësia që njerëzit më herët ju kanë ndaluar me hongër mish i derës dhe nuk kanë pas kur fare urtësie, thjesht kanë thonë është i papastër edhe njerëzit ndoshta ka mujt me ardhur dikujt mendim me thonë kafsh kjo, kafsh ajo, mirë po ja tash për shembull ne e dimë që me të vërtetë është i papastër edhe është i vërtetuar edhe që ka ta smundje të shumta kështu me radhë. Nuk është patjetër urtësia
me na u shfaq neve. Ndoshta në disa mesele nuk shfaqet urtësia e saj. Mirë po, ne e pranojmë tekstin për shkak se ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shpallje prej Allahut, dhe Allahu është krijuesi i gjithë njerëzimit. Çdo gjëja që është këtu. Andaj Allah e din se pse çka është dallimi mes këtyre dyjave. Mirë. Kjo kësaj përket meselet. Pastaj kemi papastërti trond, edhe ku vazhdon autori. Mirë që mos më mbet bërë, domthonë sa i përket vjellurës, thojnë përderisa urina tolerohet në këtë rast, kjo foshnja, atëherë vjella thojnë është më parsore për shkak se urina është, sa i përket papastërtisë, është diçka më e rëndë, nëse i krahasojmë këto dyja. Andaj është më parsore. Mirë. Pastaj autori po vazhdon dhe po thot wa ghayruhuma, tash përveç këtyre dyjave që u përmendën tash, të vjellura dhe e foshnjësët, edhe ajo që u përmend më herët te toka, thot bi sab'i ghasalatin, me 7 pastrime, e njëra prej tyre thot të jetë ahaduha bit-turab, me dhej. Dhe të ngjashme me të, pastaj fi najaset i kelbin u khinzirin. Pa e specifikon ku është ky pastrim. 7 pastrime dhe njëna me kon me dhej. Thot te papastërtia e qenit edhe e derrit. Kjo konsiderohet papastërti e rëndë. Papastërtia e qenit edhe papastërti e derrit. Kur tha ose të ngjashme me to, me dhej ose të ngjashme me to, kjo nënkupton që këtu hyn edhe tash në ditën e sotme, për shembull sapuni ose shampon ose diçka tjetër, nuk është patjetër me kon dhej, edhe pse disa kanë thonë veç dhej, për shkak se or tekst mirë po. Është mirë po, është përmendur që dhej është pastrues më i mirë. Andaj edhe e kanë përmend dhejun që e kanë përdorur për me largu një papastërti. Mirë po, këtu hyn edhe gjona tjera që tash i përdorum. Don 7 pastrime. Në hadithin e Abu Hurairës, ku thot pastërtia tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb, pastërtia e një enës t'ju që në to thot ke vulugu l-kelb është që ka pi qenin to, e ka fut gjuhën e tij dhe ka pi, ose që në kupton ka pas edhe jarë tani mo atë, kanë prek, thot an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Me u pastru 7 herë, ajo edhe para me kon me dhej. Pastrimi parë me kon me dhej, pastaj me ujë. Disa transmetime ka ardhur që njëna prej tyre me kon me dhej, po disa thonë ajo cila kuptohet është që para me kon me dhej, pastaj me pastru me ujë. Që ju mu pastru me ujë tani me gjuhë dhej, për shembull enës ose rrobës. Sido që tjetë, hadithi po tregon që nëse ka pi për shembull qeni, ose tash këtë rast jarkt se ka prek qeni rrobën, atëherë në këtë rast duhet me u pastru 7 herë dhe njëra me kon me dhej ose me shampon. Kjo është sipas mendimit të Hanbelive edhe të Shafive. Ndërsa tek Hanefit edhe Malikit thonë pastrohet 3 herë. Edhe nuk kurzohet dheju për shkak se thonë Ebu Hurera ka dhënë fetva me u pastru 3 herë. Në qëtë mesele. Edhe thonë kë vetë e ka transmetu që të hadithin 7 herë, ndërsa ka dhënë fetva me u pastru 3 herë. Andaj edhe morën si argument që pastrohet 3 herë. Mirë po ajo që është transmetu që me u pastru 7 herë është më saktë se sa kjo që është transmetu që ka dhënë fetva me 3 herë. Pastaj disa thonë ajo e cila merret konsiderat më shumë është ajo që kanë transmetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo ajo e cila e ka mendu. Edhe nëse themi se është diçka është transmetu, është e saktë që është transmetu prej tina. Ndoshta më e saktë në këtë rast kjo pastërti është që me u largu kështu 7 herë, ashtu qysh thanë më herë, dhe njëra prej tyre me kon me dhej ose me diçka ngjashme me to. Mirë po, disa dietarë e kanë përmend që kjo nuk hyn nëse për shembull njëri veç e ka prek qenin me dorë, edhe qeni nuk ka qenë i lagër ose
nuk e ka prek jarga e tij, thjesht e ka prek me dorë që më shku tash me pastru dorën 7 herë, e pastaj me pastru me shampon, po mundet me pastru edhe thjesht një herë edhe mjafton. Disa kanë thonë se kjo është për qëllim jarga e tij, ose djersa e tina, ose urina, se kur themi jarga për shembull ose djersa, atëherë është më parsore me konë urina ose jashtëqitja e tij, për shkak se janë edhe më të rënda dhe janë edhe më pa pastra. Edhe pse tek Malikit domthonë ekziston mendimi që thonë qeni nuk është i papastër. Mirë po, ajo saktë është se qeni është i papastër. Edhe në hadith është përmend domthonë që kjo jarga ose jarga në këtë rast që është përmend në hadith, pastaj bëhet analogji me gjëra tjera që hyjnë në njëjtin gjykim. Mirë. Dhe sa i përket papastërtisë derrit, e kanë bërë analogji me qenin. Siç thotë Imam Muhamedi, derri është edhe më i keq se sa qeni. Don kështu siç nifet. Mirë po, në këtë çështje disa kanë thonë nuk mundna me bë analogji te papastërtia. Po, derri është i papastër, nuk ka dyshim to se vetë Allah subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an që është i tillë. Mirë po, se i përket anës të papastërtisë, nuk mundna me thonë që duhet, nëse ka prek derri për shembull, që tash me pastru 7 herë edhe njënën me dhejtë. Për shkak se ka argument specifik vetëm për qenin. Ndërsa për derrin nuk ka. Çka do thotë kjo? Do thotë që nëse ty tash e njëjta ndodh me derrin, nuk ka nevojë me pastru 7 herë. Thjesht e pastron aq sa tjeket ajo papastërti që ti mendon që tu ka largu papastërtia. Për dallim nga papastërtia e qenit, që edhe nëse duket që ti e ke pastru, do të mi bësh 7 herë. Ashtu që është thënë në hadith. Dhe ndoshta kjo është më saktë. Për shkak se thonë derri ka qenë i njohur edhe atëherë. Nuk është diçka që u ardh më vonë, tash po bëjnë analogji. Ata kanë ditë derrin, ka qenë, ka ekzistu, edhe qeni, mirë po, ajo që është ardh, ajo që është përmend me tekst, u përmend vetëm qeni dhe nuk e kanë shti, ose nuk ardh diçka që është e njëjta për derrin. Do jena të fol për largimin e papastërtisë, mënyrën e pastrimit, jo që është i pastër, sepse është i papastër dhe do të mu pastru, ki obligim me largu papastërtinë ose nëse të ka prek ose jarga e tij është më radhë. Mirë po jo 7 herë, më të obligu 7 herë. Mirë po, largon atë sa mendon që tashmë je i pastër. Mirë. Pastaj, në fund, gjëja tjetër përmendet këtu, që është të fakat, domethënë që të kjo fjala, që ka thonë vetëm te këto dyja bëhet pastrimi 7 herë me dhejtë. Ndërsa, jashtë këtyne që i përmendëm deri tash, është papastërti e zakonshme. Këto tash kanë thonë, disa kanë thonë pastrohet 7 herë pa dhejtë. Hanbelit thonë pra. Thonë që do të më pastru 7 herë pa dhejtë. Dohon, aje dallimi thonë që tash është me papastërtinë e qenit të thjesht mu largu që ke me dhejtë ose me shampon, thjesht pastrohet 7 herë. Dohon, papastërti tjera që mujnë me konë. Çfarë do qofshë, për shembull gjaku, sipas atij mendimi që është i papastër ose diçka tjetër që konsiderohet papastërti, thonë mu pastru 7 herë vendi. Ndërsa Malikit dhe Shafit thonë pastrohet pa kurrcu numri. Ajo që ka ardhur në hadith, që po thonë Hanbelika, është tek qeni. Ndërsa papastërti tjera largohen ashtu qysh në çfarë do forme edhe pa numër të caktuar, për shkak se nuk ka. Nëse largohet papastërtia më një herë, themi që u largu. Ndërsa Hanefi thonë pastrohet 3 herë, duke u bazuar njëjtë qysh e folëm hadithin më herët, që nëse nuk shihet atë papastërtia. Nëse shihet papastërtia, domethënë për shembull gjaku ose diçka, e largon edhe shihet që u largu. Mirë, po nëse është diçka që nuk mundet më pas, sikur qeni për shembull, jargët e tina, mundet mos më u duk ato si papastërti, se është diçka transparente, thonë atëherë e pastron 3 herë.
edhe mjafton me kaq. Për shkak se ti nuk e din atu ka hek me një herë ose dy herë. Mirë po, aja që la është më saktë inshallah se për pa pastërti tjera, jashtë domthon pa pastërtisë të qenit, pastrohet aq sa mendon që është pastru. Një herë, dy herë, tri herë, edhe nuk kurrëzohet numri se nuk ka ardhur diçka transmetim që duhet mu vepru diçka e tillë. Edhe nuk, siç e përmendëm më herët, nuk kurrëzohet me ka patjetër uji. Nëse mundet mu largu pa pastërtia, me gjona tjera, inshallah themi se ajo është konsiderohet e pastër. Dhe në fund autori thot wala yadurru baqa'u launin aw rihin aw huma ajzan dhe nuk i bën dëm atij, do të thonë nëse nuk largohet, nëse nuk mundet me largu ose ngjyrën ose erën, do thonë të asaj pa pastërtie. Do thonë nëse nuk ka mundësi. Do thonë ai munohet me pastru, mirë po prap ka mbet diçka, edhe nuk ka mundësi ndryshe si me pastru, është gjendja e tillë, ose është pastru mirë po njihet era pa pastërtisë, atëherë në këtë rast themi që nuk i bën dëm atij dhe kjo është e njohur domthonë edhe me rregullat e përgjithshme të fesë, thonë që nëse nuk ka mundësi atëherë tolerohet. Edhe është përmend edhe një hadith tjetër që është Khawla bint Yasar, domthonë Khawla qika e Yasarit radiallahu anhu, që është ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka përmend që nuk kam rrobë tjetër veç se këtë rrobën që e kam. Edhe ka prek domthonë gjaku i menstruacionit. Edhe thotë çka me vepruan. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë nëse pastrohesh, atëherë vetëm pastroha ato edhe vazhdo falu. Mirë po, çka nëse nuk ndalet gjaku ose ende domthonë mundet me pas ato? Ka thonë, atëherë thotë mjafton me pastru gjakun edhe nuk të bën dëm ose nuk ka të keqe domthonë nëse kanë mbet gjurmët. Për shkak se nuk ka pas mundësi ndryshe edhe ka qenë vetëm ajo rroba të cilën e ka pas. Mirë, po e lajmë me kaq inshallah dhe pastaj për çështje tjera flasëm në dersin e radhës me lejen e Allahut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.